Korupcioni është një dukuri e cila ka përfshirë jo vetëm sistemin politik, pra kemi një korupcion të lartë politik në vend, ka përfshirë edhe segmente tjera, sidomos sistemin gjyqësor. Duke parë parasysh këto të dhëna nga apo tregues të vitit të fundit, rezulton se Maqedonia rangohet në nivelin e shtetit të robëruar, të një shteti me transparencë të pamjaftueshme në administrimin e punëve në sektorin publik, me një nivel të lartë të korupcionit në politikë dhe me një sistem jo efikas dhe të pamjaftueshëm të organeve të kontrollit dhe të trupave rregullues në nivel të vendit.